Të radhës, Selamu alaikum, o që nderuar, kam disa vite që nuk kam mundur ti agjeroj ditët të Ramazanit, tani ndërkohë kam harruar, sot ditë saksisht janë. Si mund të laj këtë borxh, Allahu i shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. O kanë mirë, edhe është mirë, edhe të tjerët, edhe gratë në veçanti, me shkrue ditët e agjerimit sa nuk i kanë agjeru. S'po fol me tash për çet rast. Se kjo përgjigjen e merr inshallah. Por për në përgjithësi muslimanët, po edhe gratë në veçanti për shkak se shumicës e tyre u bjen me i prish disa ditë në agjerim për nevojat e tyre, që të tilla i ka kriju Allahu subhanahu wa taala, është mirë me i shkru. Edhe urdhni për shkrim, Allahu subhanahu wa taala i ka urdhënuar gratë me të shkruazimet e tjera, wa ahsul idda, shkruni, moni men mirë, dini mirë, periudat në të cilat duhet me kalue për shkak të dispozitave që kanë ardhur shariatike. Se kur janë shkrume, edhe nëse harron ti, në shkrimi ka met. Këtë rast, nëse ke pas ditë shumë, viteve të shumta dhe janë përzit ditë, përgjigja është dy mënyra. Të dyjat me lejen e Allahut janë të sakta, por e dyta unë mendoj se është më e mirë. Mënyra e parë është me e llogaritën sa vite të paktën të ka rarë mos me agjëru. Dhe me i marë gratë e zakonshme sa ditë në vjetë nuk i agjërojnë, edhe me i pjestu me qato nëse është ajo që pyet motra muslimane dhe i agjëron qaq ditë sa nuk i agjëron një grua zakonshme për 5 Ramazana për llogaritmin. Kjo është përgjigjja e parë. Përgjigjja e dytë është duhet me dhënë veti vetë fetva, sicili. Nga se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë secili njeri është mufti për veten e vet. Edhe më mirë, veç më koni sinqert. Më mirë se që jep fetva vetes s'ti jep përkush. Thotë jam i smut, am lejohet mos më agjërua. Wallahi më mirë se që e din ti atë lejohet as lejohet unë se di, se mua sot të mbyllim kot të mbyllim ty. Kush e din mas miri e din ti vet. Këtë rast, sa du të me i pyet veten, sa ditë ta merr menja, por afërsisht, që si kja agjërue, veç shtoj avë dhejt. Që mos më arru hera tjera, tëna, e shef që tëna i moment mirë. Llogarit që i ke arrue 20 ditë, i ashton edhe 10, për shkak të defektit që nuk i ke shkrua, i bën 30. Edhe herën tjetër, ditët e sakta. Wallahu a'lam.